Erdhi dita e hënë dhe doktori u paraqit në SPAK. Por atë ftesën për 21 janarin e mallkuar, ai postieri u duk vallë që ai jepte publikisht përpara mediave dhe kështu të gjithë të kishin shpëtuar. Kjo akuzë sigurisht e ka një autor. Partinë Socialiste që fabrikoi gimin për $700.000. Por me Ilir Metaj, për çudia harroi, dhe në 1 prill u martuan përsëri të dy. Këto kavje eksperimentale që shkatruan Shqipërinë. Sikur të vijen veri, Hitleri, Stalini, Trumpi, ata 1 milion shqiptarët e larguar, ato miliarda euro vjedhje të deklaruara, më pas nuk kthehen. Mbi të gjitha është helmuar rinia me narkotrafikun. Aksidentet që bëhen mbi 80% nuk dalin përfundimisht në media. A e dini pse? Fatkeqësisht janë të droguar. Ky është helmi më i madh që Partia Socialiste importuar nga Serbia po i bën Shqipërisë. Po nduron popullin, po helmon rinin, ardhmërinë e Shqipërisë.